Mirë mëngjesi në kryetar, mirë mëngjesi. Mirë mëngjes Arben. Arben Ahmet, jam drejt për drejt nga Kanal 10, shpresoj që nuk... të kenam Superman zhavoj tash. Faleminderit, jo, s'mundesh me qenë komunë, më s'po ma njoh zanin. Unë jam zani qytetar, ashtu. Jo veç na që jemi në komunë, po besoj edhe qytetarët. Po, gjithandej. Pata një video shqetësuese nga lumi Graçanka, e di që nuk është drejt për drejt kompetencë vetëm e komunës, se lumi ka lënë në disa komuna, po tjerash po thonë që po hidhet shumë që s'ka duar edhe ka dhe kundërmim. A keni pasur njoftim si komunë që është të ndodhur aty në fakt? Për Miradine kam fjalën. Jo, ne nuk kemi një njoftim që është çaja situatë. Tash nuk e di në cilën pjesë, sepse në shumë pjesë herë shkon ka Graçanica e herë vjen ka Fushkosova, po nëse është fjala për Miradite e epërme, apo? Miradine e poshtme. Ose Miradine e poshtme. Jo, nuk ka si ankesë, po unë do të provoj të merrem sot të shoh çka është në pyetje. E dim që është një prej lumeve më të ndotur në Kosovë, në fakt kështu e kam prej edhe për raportimeve që më vijnë, nuk është vetëm në fushë Kosovë, vjen nga Graçanica gjithandej, të gjitha bizneset realisht operojnë në zonën e Vetenikut, ujërat e zeza i derdhin aty. Kjo nuk është përgjegjësia e komunës, por të paktën dërgohet një ekip të shihet kjo hedhja e këtij kundërmimi. Do ta dërgojmë një ekip sot, po ajo që ne kemi me lumin Graçanka, Arben, është se kemi një projekt në shumë të madh me Bashkimin Evropian dhe katër vënë, edhe që ka të bëjë komplet me trajtimin edhe regjionerimin e asaj zone edhe me pjesën e impianteve. Fatkeqësisht na nuk kemi mujtë me zhvillu këtë projekt, se projekti tashmë që një vjet e gjysmë po pret është në sanksione për shkak të sanksioneve që janë dhënë qeverisë. Edhe kjo na ka bërë shumë dëm, se ka të bëjë komplet me pjesën e trajtimit, me trajtimin e lumit të Sitnica, edhe ajo do të më përfundu pastaj me impiantin kryesor në fshatin Lismel, edhe kjo na ka shkaktuar shumë zhagitje. Megjithatë, na negozojmë për shkak kësaj tash me prit. Nëse ka diçka që mujna me bo spaku si urgjencë, edhe unë besoj që një ekip do t'jetë sot në Miradite Olt. Do t'jetë një ekip në Miradite Olt. Si e keni gjendjen me kompaninë e pastrimit? Kompania e pastrimit na myte. Kompania e pastrimit për shkak në qenë është e njëjta kompani që operon edhe në Fushkosovë, edhe në Prishtinë, edhe të lashëve që i kanë në Prishtinë, edhe mungesës e kapacitetit po reflektohet në komunën e Fushkosovës. Ne kemi pas 24 orë të punë, 48 orë të punit, të lashe, po kemi arrit me menaxhu shumë mirë dhe mbeturinat i kemi kry, janë eliminu, po mblidhen, edhe po shkojnë në deponi, po neve na vyn një zgjidhje afatgjate e qëndrueshme me kompaninë regionale, përndryshe nuk kemi asnjë variant tjetër përveç se me hy në shfrytzu ligjin për menaxhimin e mbeturinave edhe me kontraktu operator privat të licencum që lejohet me kornizë ligjore për me qenë, le të themi, një cover për me na mbulu sa herë kemi nevojë, se është e paqëndrueshme kjo që po ndodh me kompani për menaxhimin e mbeturinave. Si janë të tjerat komuna që janë në të njëjtën, po mendoj Prishtina shkaktoi problemin, po e di, po si e ka Obiliqi, ka kompani të kontraktuar kam përshtypjen. Nuk kam shumë informacion në thonë drejt Arben për të tjerat, e di që Prishtina ka një pjesë, ne si komunë e Fushkosovës nuk kemi pas deri tash, sepse ka qenë një menaxhim bagje cilësor dhe kemi menaxhu. Ne kemi në drejtori të shërbimit publike një ekip që e ndihmojmë në mënyrë të vazhdueshme, thotë 20-25 persona që punojnë në menaxhim të mbeturinave, mirë po do thotë nuk kemi mujtë me e siguru që ndryshmëri për shkak se gjithmonë do garisën të kompania regionale. Kompania regionale ka marrë një vendim në fillim të këtij viti, edhe ka bërë decentralizimin e menaxhimit të punëve dhe të buxhetit. Rregulloria është në zero, mirë po drejtoria qendrore nuk e ka zbatuar kurrë. Na qëndrojna shumë mirë me të hyrat që i mbledhëm nga qytetarët që paguajnë për mbeturinat, mirë po këto të hyra nuk shkojnë te njësia jonë, po shkojnë në qendër. Edhe të hyrat tona nuk po na kthehen për qytetarët tonë, sepse janë në gjirogarinë unike të kompanisë.
nuk kemi kamion që na vinë të ri me punu, nuk kemi shtim të resurseve, edhe këto po na paraqisin shumë problem. Ne kemi dikon rreth 4 kamion, shpesh herë kur kanë nevojë për mirëmarrje, riparime, kur shkojnë për nuk na kthejnë ka 2-3 javë, edhe këto mandej po shkaktojnë mungesë të kapaciteteve teknike se qyteti Fushkosovës rrit shumë. Na kemi dyfishim të sasisë e grumbullimit të mbeturinave vetëm në 2 vitet e fundit. Që thjesht mirë jemi sot, herën e fundit e kam kontrollu sot në mëngjes me këtë drejtorin regional kam qenë në kontakt ta kemi në mëngjes me drejtorin shërbim publike, kemi arrit me menaxhu mirë po qëndrueshmëri nuk e kemi, duhet me pranu se derisa kompania nuk është qëndrueshme, na nuk jemi qëndrueshëm. Mirë, falenderit shumë në kryetar, do të bisedojmë herave tjera për çështja tjera, shpresoj që të dërgoni sot një ekip tek Graçanka të shohim se çfarë do të mund bëhet atje. Po do të jetë edhe nëse ka pasë një kërkesë në redaksinë e ju, nëse mundet ekipi ju mi dërgu kontakte që